Policia ka finalizuar operacionin antidrog të koduar URA, duke goditur një tjetër tentativë për trafikimin e lëndëve narkotike drejt Greqisë. Si rezultati i operacionit, u arrestuan në flagrancë shtetasit M, 35 vjeç, banues në fshatin Blerimas, Delvin, dhe S, 37 vjeç, banues në fshatin 6, Sarand. Të dy u kapën te kura e fshatit Kardhiq, ndërsa po transportonin me një automjet tip Hyundai 44 pako me lëndë të dyshuar narkotike Cannabis sativa, me peshë totale 34 kg 5 gram, të fshehura në një hapësyrë të improvizuar në shasinë e automjetit, dyshohet me qëllim trafikimin në Greqi. Lënda narkotike u sekuestrua në cilësinë e provës materiale bashkë me automjetin dhe 4 celular të arrestuarve. Në drejtimin e prokurorisë, vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme, për veprën penale, trafikimi i lëndëve narkotike, kryer në bashkëpunim.